Sa I gëzuar do jetë burri im sot që do shikojë mish qenjë në shtëpi. Mish të jetë pas të jetë, vetëm mos I jep supra, mirë, supra burri im nuk I ha, po mos I jep ndonjë gjë që të jetë me lugë e gjëra të tilla, do mishra, vetëm ky është ushqim për të thotë. Nëse tani unë e përgatita sot, siç mund të shikoni, mishin e qenjit, I hodha jo uthull, I hodha verë të kuqe, që kisha rigon, kripë, piperë, pak vaj, se do lëshojnë edhe yndyrën e tyre. I hodha dhe uthull, tani që e shikoj, po I hodha edhe uthull, që të ikja, se ka mishi qenjit ka shije të rënd për mua, edhe ndaja I hedh uthull edhe verë, që të balancoj atë shijen, edhe të marri një shije perfekte. I vendosa tani në furrë, I pjek në 180 gradë në fillim avash, sa të piqet mishi, dhe në fund pastaja e çoj në 200 gradë që të marri këtë ngjyrën të kuqe nga lartë. Nuk janë të djegura siç mund të shikoni, neve kështu e ha mishin, të pjekur shumë. Edhe siç mund të shikoni o njerëz, u bë perfekt. E lash që të ftohet një çikë, edhe tani që e provova, o zot, u bën perfekte. Edhe do jeti gëzuar burri tani se ka mish për sot, që thoni. Unë shikoj se çdo hase, hengra, sa mish do ha. Ciao.